أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين فالندريم تكون الله سبحانه وتعالى مشيرة الله تشوف ببيغامير تون Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi shokët e tij dhe mbi të gjithë muslimanët. Falenderojmë Allahun subhanahu wa taala që na ka mundsuar me utubu. Falenderojmë Hoxhin Gjezair që është prezent me neve. Edhe pa u vonua, ja jap me fjalën, falyatafaddal. Jazakumullah khair. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول الله تعالى في محكم تنزيله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ويقول أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ويقول أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم ما بعد. Gjithë falënderimet dhe lavdërimet i përkasin Allahut subhanahu wa taala, atë falenderojmë dhe vetëm për tij ndihmë dhe falë kërkojmë. I lutemi Allahut të na mbrojë nga të këqijat si pasojë vetëve tona e punëve tona, atë që Allahu xhelel xhelalu udhëzon në rrugën e drejtë, s'ka kushta humbas, ndërsa ai që jenë zgjedh humbjen për të nuk qenë udhëzues. Dëshmojmë dhe deklarojmë se nuk ka të adhuruar që meriton të adhurohet me të drejtë vetëm Allahu, një i vetëm dhe i pashok. Gjithashtu dëshmojmë dhe deklarojmë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është robi i Allahut dhe i dërguari i tij. Allahu xhelel xhelalu këtë natë prej netëve të muajit Rajab, prej netëve të këtij muaji shenjtë, ta bëj dëshmitare për ne ditën kur dalim para Allahut subhanahu wa taala. Ka qenë traditë e profetit sallallahu alaihi wasallam kur vazhdonte këshillat dhe porositë për muslimanët, i vazhdonte me ajete që i përkujtonte muslimanët me i frikësu Allahut subhanahu wa taala. Edhe një nga këto ajete që përmendëm, thot Allahu xhelel xhelalu ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida, ju që keni besu Allahun, fiksojuni Allahut dhe thoni fjalë të drejta, fjalë të duhura. Allahu përmirëson gjendjen tuaj dhe u fal gabimet e juaja. E kush i bindet Allahut dhe pason Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, me të vërtetë njeriu ka fituar fitore të mëdha. Nëse ne si musliman vetëm këtë pjesë të librit të Allahut, këtë ajet kuranor, ta përjetojmë, ta kuptojmë dhe ta praktikojmë, do të jetë shpëtim për ne. Domethënia e këtij ajeti kuranor do të jetë shpëtim për ne tek Allahu subhanahu wa taala. O ju që keni besuar Allahun, fiksojuni Allahut, thirrni për Allahut me utut atij subhanahu wa taala, edhe thoni fjalë të drejta, fjalë të duhura. Allahu përmirëson gjendjen tuaj, gjendjen e imanit, të islamit, gjendjen shpirtërore, gjendjen personale, familjare, edhe ato që i rrethojnë, edhe u fal gabimet. Nëse një njeriu i përmirësohet gjendja dhe i falën gabimet, çfarë kërkon më shumë nga kjo dynja? Nga kjo dynjas provash? Jo, si ti arrini këto di, qëllime ja ka qëllu. Ti përmirëson gjendjen dhe ti falën gabimet, me të vërtet ka arrit fitoren. Edhe kush i bindet Allahut dhe ndik Muhamedit sallallahu alaihi wasallam duke qenë i sinqert në veprat e tij, sinqerisht për Allahun dhe duke pasur sunetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ka fituar një fitore të madhe. Fitoria e madhe që i ka përmendur Allahu xhelel xhelaluhu, "Faman zuhziha 'anil nari wa udkhila al-jannata faqad faz." Kush shton prej zjarrit të xhenemit dhe hyn xhenet, ki ka fituar. Lusë Allahu xhelel xhelaluhu na i dhuroj fitoren e madhe, sepse njeriu muslimani dhe muslimane lodhën nga këtë dynja me arritje të sukses. Prandaj lutim Allahun xhelel xhelaluhu mos na privoj, sidomos në këtë muaj të shenjtë, muajin e Rajabit. Në realitet, unë kam dashur me qenë si misafir këtu, mi për ka njerë hoxha thot, kemë mbajt edhe u kri muhabeti edhe për respekti që kam prej ti edhe për shoqërimi që kena jetuar me të ndash në Egjipt në këtu, nuk duhet me ja kthye.
Allah ja shpërblet me xheneti Firdaus për ftesën që ma ka bërë hoxha dhe për prezencën e gjithë vllaznive. Elus Allahun xhel xhelaluhu, kush ka qenë sa më larg me shtëpi, ketë fituar sa më shumë sevape, se kështu është. Shpërblimi është si mas lodhjes së shqetësimit. Kush ka nga larg sevapat i ka më shumë. E kush ka qenë afër ka ardhur përpara, normal ne ka sevape që kush rrin rreshtin e parë, vini i parë, tek birin e parë ka sevape më shumë. Kështu që Allahu na bëf të garojmë këto vepra. Kur më tha hoxha që kemi dersin e shtunë, dosha me ik për Shqipëri. E pastaj natën të mendoj, ditën të mendoj për çfarë foli, për çfarë mos foli. Edhe u jam hallaka. Edhe di tash i kam ul këto nuk di se për çfarë foli. I kam sa pika në mend, po do të mundohemi nga pak. Pika e parë që do të përmendi, ti lutemi Allahu xhel xhelalu edhe të bëjmë ca dua që ndoshta një pjesë e jona apo e vllaznive, ndoshta kanë ndodhur këto sprova dhe këto ngjarje, edhe nuk i kanë vepruar një sinet për sineteve të profetit sallallahu alaihi wasallam. Ne kam thënë profeti sallallahu alaihi wasallam kur bie shi, më thon Allahumma sayyiban nafi'a, o Allah bëj këtë shi dobishëm. Allahumma sayyiban nafi'a. Me të vërtet, zbritja e shiut është prej mirësive të Allahut subhanahu wa taala. Po me këtë shi Allahu xhile xhelaluhu nderon popull, çon bereqet, po me këtë shi Allahu xhile xhelaluhu ndeshkon popull. E ka përmend Allahu xhile xhelaluhu me shiun që i tha qielli zbrite shiun dhe i tha tokës nxjerrë ujin e përmbisi dunjan kohën e Nuhut alayhis salam. Për shkak? Për çfarë shkaku? Për shkak gjinave dhe shirkut. Krimit më të madh që është bën në tokë, rruzën toksor. Allahu xhile xhelalu këtë shi që ne po e përjetojmë kohë pas kohe, e bëni Allahu xhile xhelalu ndëshkim për popullin e Nuhut alayhis salam, saqë pat përmbisje globale, për shkak të shirku që u përhap. Edhe shpëtoi Allahu xhel xhelalu Nuhun alayhis salam dhe besimtarët. Prandaj lutim Allahu xhel xhelalu na shpëtoi ne edhe besimtarët nga sprovat e kësaj dunjaje, edhe nga sprovat në fe. Elus Allahu xhel xhelalu na bëj të përforcuar në këtë fe. Pra mos i harroni lutjet në këtë gjendje, sepse me të vërtetë ndëgjojmë jo sprova këtu, jo përmbytje këtu. Prandaj elus Allahu xhel xhelalu ta bëj bereqet dhe rahmet, edhe mos ta bëj ndëshkim dhe hakmarrje ndaj nesh, sepse me të vërtetë gjinahet e njerëzve te kalon kufit e Zotit. Po elhamdulillah që në mesin ton ka fëmijë, në mesin ton ka baballar me mjekra të thinjura, që janë pjesë e sigurisë nga ndëshkimi i Zotit. Thot profeti sallallahu alaihi wasallam në një hadith të tij, "Lola atfalun ruddi'at wa shuyukhun ruk'at wa aghnam." Thot profeti në kuptim të hadithit, sikur mos ketë fëmijë që pinë qumsht nga nënat e tyre, fëmijë të vegjël, foshnjë, e sikur mos ketë pleq që bëjnë ruku të thinjur, e sikur mos ketë për shkak të mëshirës bagtis, këtu Allahu xhel xhelalu u zbret dënimin gjithmonë kur bëni gabime dhe ndëshkime. Prandaj elhamdulillah elus Allahu xhel xhelalu pasardhësit e muslimanëve të shtoj në mesin ton. Edhe baballar dhe gjishrit ton të forcojnë Islam, edhe të thinjet mjekra në Islam, sepse me të vërtetë kjo është shenjë që me lajket e Allahut u prohon me ndëshku një që është thin mjekra në këtë Islam, në këtë fe. Prandaj o baballar, ato që kanë moshën pak shtime, je krenar me qenë me mjekër. O sineti pejgamberëve të Allahut subhanahu wa taala, o sineti Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, edhe o shpëtim për ti, sepse jeta e kësaj dunjaje është e shkurtër në krahasim me çfarë na pret dhe çfarë udhëtimesh kemi për tek Allahu subhanahu wa taala. Prandaj je krenar me këtë fe, me këtë mjekër, me këtë sinet profetit sallallahu alaihi wasallam. Pa marr vendimin çfarë gjykimi ka, po them pasuesi sinetit profetit sallallahu alaihi wasallam, sepse shpëton. Shpëton, Allahu na shpëtoft ya Rabbul Alamin. Një prej lutjeve tjera që profeti sallallahu alaihi wasallam na ka mësuar që me bëu këtë dua, secili prej nesh, Allahumma hawalina wa la alina. O Allah, bëj këtë shi cilët rreth nesh e jo mbi ne. Allahumma alelaka adhimi wa dhirabi. O Allah, bëj në për bregore, në për lugina shiun. O dhirabi o butunin e udheti o menabiti shëgjer, edhe lëshojë në për lëndina, edhe në për barishte në për toka, edhe mu se bënd dëshkim për ne. Prandaj lusë Allahu xhel xhelalu ta bëj mëshirë për besimtarët, edhe ndëshkim për kufarët. Ka ndodhur një diçka e tillë në kohën e profetit sallallahu alaihi wasallam, luftën e Bedrit, kur po ballafaqoheshin di palët muslimanët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam,
dhe me kufart, me kokat e kufrit në luftën e Bedrit, Allahu xhël xhelalu zbriti një bereqet mëshirë për besimtar. Rrishtin e muslimanëve e buni Allahu xhël xhelalu ushit bereqet qet edhe u fortuar ëra. Vjeshin muslimanët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kushte në krahun e kufarëve, rashi shumë u bobal. Subhanallahu, devet e tire, kuajt e tire, ushtarët e tire. Prandaj ndihma Allahut. Elus Allahu xhël xhelalu na bëj për atyre që e meritojnë ndihmën e Allahut xhël xhelalu, se të gjendet Allahu gjithmonë kur je me Allahun. Edhe Musa alayhis salam kur u ballafaqu me provën e detit, subhanallahu, i than populli i Benu Israilve, ato që dishuan në Allahun subhanahu wa ta'ala, dishuan pejgamberin e Zotit, sa u ballafaqun me to? Inna lamudrakun, na arriti Firauni ushtrinë e tij. Çfarë tha Musa alayhis salam? Kella inna ma'i rabbi sayahdin. Kurse si, me mua është Allahu, dhe të më japë udhëzgjidhje. Prandaj na bëft Allahu të jemi me fenë e tij, me Kur'anin, me librin e tij, pasues të sunetit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, sepse me të vërtetë Allahu me mbrojtjen e tij, me mbikëqyrjen e tij është me ne. Prandaj kërkohet prej nesh pasimin edhe rezultatet dhe shpërblimet janë garantuara tek Allahu subhanahu wa taala. Prandaj na bëft Allahu për atyre që pasojnë edhe nuk shpikin. Një pikë tjetër e mbylla këto, vetëm thjesht dëshëm me përkujto vëllezërit që të bëjmë dua që Allahu xhël xhelalu ta largojë këtë provë nga musliman dhe nga vendi jon, sepse me të vërtetë mund bëhet edhe ndëshkim nga mirësi që njerëzit dëshirojnë dhe shpresojnë, mund kthehet edhe ndëshkim një pasojë e tillë. Allahu na ruaj nga ndëshkimi i tij. E mbylla pak. Tash ti do të foli pak për temën e muajit Rexhepit. Allahu xhël xhelaluhu kur i don robërit e tij u zgjat jetën dhe u mundson ofertat dhe okazionet e punëve të hajrit. Për këtyre okazioneve janë muajt e shenjtë. Muajt që në të ndalohet derdhja e gjakut. Fillimisht në listën e parë, edhe ndalohet zullumi. E ka përmend Allahu xhël xhelaluhu fela tadhlimu fihinna anfusakum. Mos ju bëni zullum vetëve tuaja. Këto muaj sidomos, sepse zullumi është i ndaluar gjatë gjithë kohëve, po sidomos këto muaj. Prandaj muslimani kujdeset nga zullumi. Nëse i ka bërë zullum ndonjë vllau, me theshëtheme, me përgojime, me përcjelljen e lajmeve, me naj akuzë, le ti kërkoj hallallahu vllaut sa është në këtë dynja, sa është gjallë, sa mund të ketë ndaj kontakt me telefon, me ndaj mesazh, me ndaj letër, ti kërkoj hallallahu vllaut, se para se të vini një moment që nuk ka më me telefonata apo me letra, ka me sevape dhe me gjinahe në ahiret. Prandaj Allahu na bëth për atyre që i kërkojmë hallallahu ku i kemi hin hak, sa jemi gjallë në këtë dynja, e sidomos në muajt e shenjtë, sepse me të vërtet kur muslimani e pastron zemrën e tij, e ka të lehtë dhe adhurimin e Allahut, e ka të lehtë dhe krijen e veprave të mira. Për këtë Uthmani, dhëndri profeti sallallahu alaihi wasallam, Uthmani që çfarë ka bërë për këtë din, ka pasur një thënie, Allah qoftë i kënaqur te, "Law tahurat qulubuna ma shabi'at min kalami rabbina", sikur pastrohen zemrat tona, nuk kanë të ngopur për fjalën e Zotit, për librin e Allahut. Po të pastrohen zemrat, mos kena zezën e gjinaheve, ato mendimet jo të duhura, ato akuzat e thashethemet, e përgojimet, e mendimet, pse ma tha filani, po çfarë ma tha, po çfarë i kanë bërë lodhët, sikur pastrohen zemrat, nuk kanë ngopur nga libri i Allahut. Prandaj na bëft Allah për atë që pastrojmë zemrat tona, u kërkojmë hallallahu vëllezërve, edhe garojmë për tek libri i Allahut dhe tek feja e tij, sepse me të vërtetë aty është shpëtimi. Profeti sallallahu alaihi wasallam thotë: "O men yu'adhim hurumati Allahi, fa huwa khairun lahu 'inda rabbih." Me të vërtetë kush i madhëron ato të shtrenjtat që Allahu xhelel xhelalu i ka bërë shenjta dhe të shtrenjta dhe madhështore, ajo është prej devotshmërisë së zemrave. Prandaj na bëft Allahu për atyre që i madhërojnë këto ditë që kanë ngel nga muaji i Rexhepit dhe i shfrytëzojnë për të mirë dhe e parapërgatisin veten e tyre për me prit muajin e madhëruar të Ramazanit. E përmendëm që këto muaj shenjtë edhe jo muslimant, edhe mushrikët i kanë pas madhëruar, kurse ne jemi më parimor që ti madhërojmë këto muaj.
sepse i ka mëdhëru Allahu në Kur'an dhe profeti sallallahu alaihi wasallam, saqë kur bënte ndonjë prej muslimanëve gabime qortonte, qortim të rrep dhe tashpër. Prandaj na bëft Allahu xhelel xhelal për atyre që kujdesen nga zullumi. Në për këtë e mbylla pak. Tash ti desha të fol për një temë tjetër, një vëlla, Allah i shpërblet me xhenetin Firdaus, duhem ja përmend emrin edhe pse është këtu. Teksa ishim me hoxhën, Allahu i rujt, hoxha Allah të gjithë vëllezërit e xhamatin, bëjë një pyetje për çështjen e përplasjeve, inateve, zënkave që kemi si vëllezër apo si hoxhallar. Me të vërtetë këto janë plagë madhe që kalon umeti musliman sot. Mos pajtueshmëria është diçka që ka ndodhur, po ndodh dhe do të ndodhe. Mos pajtueshmëri në mesele, në jetën e dynjas është e pamundshme me i shpëtu kësaj. Mirë po problemi është se çfarë qëndrimi duhet me pas muslimani kur ndodhin këto sende. Profeti sallallahu alaihi wasallam në kohën e haxhit i urdhëroi muslimant me një urdhëresë. Sahabët e ndëgjuan urdhëresën dhe nuk e vepruan. U mërzit profeti sallallahu alaihi wasallam, mandat është të thjesht në haxh, thjesht me kri adhurimin, me plotsu dinin tënd. Këtë kusht për kushteve të Islamit, edhe u mërzit profeti sallallahu alaihi wasallam dhe u veçu. E pa bashkëshortë e tij, Aisha, Allahu qoftë e kënaqur me të, e pa që u mërzit profeti sallallahu alaihi wasallam dhe i shkoi. Thoi dërgumi i Allahut, a u mërzitet nga gjendja pra që nuk të përgjigjen pra fole? Thot po. Thot atëherë se dërgumi i Allahut dikti para ruaje kokën tënde, mos fol. Pra edhe profeti sallallahu alaihi wasallam normal kur shikon që diçka nuk shkon, mërzia ekziston. Edhe ne kur ndodhin këto fenomene që nuk na shkon këshilla, apo se ende është këtë normale të mërzitet njeriu. Mi po do të më gjetë zgjidhjen nga kjo gjendje. Edhe profeti sallallahu alaihi wasallam doli e ruajti kokën, edhe vazhdon sahabët me praktik. Prandaj nëse jep një këshill apo ndodh një fenomen në jetën tonë dhe jep një këshill dhe nuk të merret këshilla, mos u mërzit. Nëse këshillën tonë e ket hakut, vërtet, praktikoje ti vet. Ndoshta nga praktika jote pa fjalë të pasojnë. Njerëzit kanë dëgjuar shumë. Njerëzit kanë dëgjuar shumë këshilla. Elhamdulillah, elusallahu xhelel xhelal ti shtoj hoxhallar që këshillojnë njerëzit, si kjo është mesazhi i pejgamberit të Allahu xhelel xhelaluhu. Po më mirë është me të pa rresht para me punu. Me këshillu me vepra, kjo është më e duhura. Për këtë thonë, in kunte imami fekun emami. Nëse je imami im, rri para meje. Jo vetëm për çaje, për kështu, por në gjitha veprat, me qenë shembulltir. Edhe kështu ka qenë profeti sallallahu alaihi wasallam në jetën e tij. Në një luftë prej luftrave që është për luftra, sa që sahabët subhanallahu nga tmerri dhe ashpërsia e luftës subhanallahu u tërheqin kohë pas kohë sepse numri kufarëve që i madh. Edhe u tërheqin musliman nga pasojat me plagë që merrnin. Subhanallahu, atëherë profeti sallallahu alaihi wasallam me mushk, jo me kal, se kali normalisht është më i shpejtë dhe mund të largohet, depërton dhe kthen me mushk. Subhanallahu, depërtojnë rrjeshtat e kufarëve edhe tha këtë fjalë: "Ana nabi la kadhib, ana ibn Abdul Muttalib." Unë jam pejgamber, nuk jam mashtrues. Unë jam i biri Abdul Muttalibit. Edhe i çau rrjeshtat e muslimanëve, subhanallahu, saqë kur e pan pejgamberin sallallahu alaihi wasallam që i çau rrjeshtat e kufarëve, vazhduan këtë sahabët me vepër. Jesus folte profeti kthehuni. Kur e pan pejgamberin sallallahu alaihi wasallam që i çau rrjeshtat e kufarëve, u vazhduan këtë sahabët dhe i nderoi Allahu xhelel xhelaluhu. Prandaj na bëft imam lan hak. Edhe prisa në hak në veprat mira, sepse me të vërtet, nëse ti je i parë në hak dhe pasues, kush vjen mas teje ke mbëshorën e veprave të mira. Për këtë thot profeti sallallahu alaihi wasallam, "Ad-dalu 'ala al-khair ka fa'ilihi." Ai që orienton për hajër është i vepruesi i tij. Pra nëse orienton për hajër, me fjalë, me këshilla, me vepra, kush ndjek pas teje, i ke mbëshorën e veprave të mira. Prandaj Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, Allahu ja ka dhënë gradën më të lartë, el-wasilata wal-fadila në ahiret, sepse kretë muslimant nga kohë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam derisa të bëhet kiameti, kretë janë peshon e veprave të profetit sallallahu alaihi wasallam, se që mësuesi i parë, edukuesi i parë, ai që na mësoi se si ta xhirojmë, si ta besojmë Allahun, si ta adhurojmë Allahun, si ta xhirojmë për Allahun, si ta krijmë haxhin, gjithçka na ka mësuar profeti sallallahu alaihi wasallam. Edhe pse ne se kemi pa,
na ka ardhur suneti profetit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj na bëft Allah për atyre që e pasojnë, sepse me të vërtet kjo është fitimi. Për këtë thot Allahu në Kur'an, ke sure që lexuam, wa'lamu anna fikum rasulullah. Dijeni se në mesin tuaj është i dërguar Allahu. Wa'lamu anna fikum rasulullah. Lu yuti'ukum fi kathirin min al-amri la'anittum. Walakin Allah habbaba ilaykum al-iman wa zayyanahu fi qulubikum. Dijeni se në mesin tuaj është pejgamberi i Allahut, profeti sallallahu alaihi wasallam. Nëse sot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka ndruar jetë, ka shkuar ka Allah subhanahu wa taala, sineti i tij, thëniet e tij, praktika e tij është e gjallë, derisa të bëhet kiameti, derisa të ngrihet ki Kur'an nga mesi njerëzve, derisa të ngrenë musliman ta shikojnë librin e Allahut dhe ta gjejnë fletushka të bardha, do të ngrihet Kur'ani, se nuk do t'i japim më vlerën muslimanët dhe robërit e Allahut. Por derisa ki Kur'an dhe suneti për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam është gjallë mesin ton, praktikoje para se të vijë një moment që të sprovohemi dhe të privohemi nga kjo mirësi. Prandaj thot, "Walakin Allah habbaba ilaykum al-iman wa zayyanahu fi qulubikum." Allahu ju ka dashur edhe ka bërë dashur imanin, besimin në zemrat tuaja. Allahu. Prandaj o vllajim, mos u kreno, unë jam fisin tim, këtë jam kufar, këtë jam murtedin, këtë jam ignorant. Subhanallah. Por ulu për Allahun, të ka zgjedhë Allahun mes të fisit, që të ka bërë pasues i Kuranit dhe Sinetit. Jo unë, këtë ignoranta, këtë jahila. Subhanallah. Ti të kesh dimshuri për ato që janë larg. Ti fthysh ato tek Allahu xhelel xhelalu, ju ti shikosh me një fjalësi, me në vlerësim, me për çmim. Ti të ka nderuar Allahu, lakin Allah habbaba ilaykum al-iman. Allahu e ka bërë të dashur imanin në zemrat tuaja. Wa zayyanahu fi qulubikum, dhe ka zbukuru. Wa karaha ilaykum al-kufra wal-fusuqa wal-isyan. Edhe e bëni të urriar tek ju kufrin, daljen me fjalë prishën edhe gjinahet. Këto janë dhurata prej Allahut subhanahu wa taala që i ka zbukuruar imanin në zemrat tonë edhe i ka urri kufrin, mohimin, shirkun, idhujtarinë, gjinat dhe mëkatet. Prandaj për ulu për Allahun, falenderoj Allahun për këtë mirësi që ta ka dhuruar. Nuk është i më i mençmi, më i shkolluar, më i inteligjenti, është dhurat prej Allahut. Prandaj për ulu për Allahun. Nëse për ulesh për Allahun të ngren Allahu. Men tawadha lillah rafa'ahu Allah. Kush thjeshtohet dhe për ulut për Allahun e ngren Allahu. Prandaj për ulut të ngren Allahu. Edhe ato që ngren kokën, edhe nuk për ulut për Allahun xhelel xhelalu, hin ka kategoria mustakbirinve, krijenëve mendemdhëve, për ata subhanallahu nuk hin xhenet, ai që ka një grimc mendemasi, subhanallahu. Ku i shfaq mendemasi? Ku i shfaqen që je filani dukesh? Kujt? Ku i ja tregon këtë? Prandaj Allahu na ruajt prej mendemasisë dhe krenërsisë, edhe Allahu na bëf që i për ulen Allahu subhanahu wa taala, sepse me të vërtet shpëtimi jon është atij. Te këto pika. Në kohën e profetit sallallahu alaihi wasallam, siç e përmendëm, ka ndodhur në jetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam këto shembuj që ka pas mos pajtueshmëri me sahabëve. Në një ngjarje të fisit Beni Quraidha, mbasi e thyen marrëveshjen që vendosi profeti sallallahu alaihi wasallam me jehudët e Medinës, edhe e tradhun pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe u tërhoqën nga lufta. Pasi mbaroi lufta edhe pësuan musliman disfat për shkak që kundërshtuan urdhrin e profetit sallallahu alaihi wasallam, e lan kodrën e shigjetarëve disa prej sahabëve, duke menduar mirë për sahabët se mbaroi lufta, triumfuan musliman, dëgzom hinën me triumfim, u tërhoqën nga porosia e profetit sallallahu alaihi wasallam, pra kundërshtuan një urdhres të vogël. Edhe çfarë disfate pësuan, ran sahabët e më të zgjedhurit për njerëzve pas pejgamberëve të Allahu xhelel xhelalu ran dëshmor. Allah për çfarë 70 e sa sahab, vetëm se musliman e lanë një porosi të profetit sallallahu alaihi wasallam. Mbasi ndodhi çfarë ndodhi disfata, edhe u plagos profeti sallallahu alaihi wasallam. Edhe doli lajmi që është vrarë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe Abu Bekri, sprovë madhe subhanallahu. I qetësoi Allahu, zbriti Allahu qetësinë në zemrat e muslimanëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe u rikthyen, u tubuan muslimanët përsëri. Atëherë kur kthehet profeti sallallahu alaihi wasallam subhanallahu, ndodhen që dolën pa që tradhart munafikt. Abdullah ibn Ubay ibn Seluli u tërhoq me një pjesë të ushtrisë. I thyen marrëveshje që patëm me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Edhe profeti sallallahu alaihi wasallam hoqi veshjen edhe filluan të lënë shpatat që thonë. Zbrit meleku Xhibrail thot, a keni lënë ju shpatat? Apo po i lëshoni shpatat? Me lajkat Allahut akoma si kanë lëshuar shpatat e tyre. Edhe u dha urdhë për tradhtar tek jehudit.
ke Beni Qurayza. Edhe tha profeti sallallahu alaihi wasallam me marrë çështën seriozisht, la yusalliyanna ahadukumul asra illa fi Beni Qurayza. Tha profeti sallallahu alaihi wasallam, mos ta falë asnjë prej jush namazin vetëm se ke fisi Beni Qurayza, namazin e ikindis. Edhe sahabët sa e dha këshillën profeti sallallahu alaihi wasallam, mbasi vuajtën tek kundërshtimi tek luftra e Uhudit, shigjitar, sa e dha këshillën sahabët u vërsulën për me shku tek fisi Beni Qurayza, ato që tradhuan marrveshjen e Allahut dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe muslimanëve. Edhe u nisën gjatë rrugës, i zu namazi ikindis, edhe po rrezikonin kalonte kohën e namazit. Një grup e sahabëve thanë, ta falim namazin. E ikindis se po del koha. Edhe kështu vepruan. Po nuk kanë në pajtueshmëri të gjithë sahabët. Dikush e fali, dikush ta nuk do ta fali, edhe nëse kalon koha derisa të arrijë atje tek Beni Qurayza. Erdhi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ju bashkangjit sahabëve, arritën ato që e falën rrugës, ato që e falën profeti sallallahu alaihi wasallam, pra të mos pajtueshmëri me sahabëve, njerëzve më të dashur pas pejgamberit të Allahut xhelel xhelalu. Profeti sallallahu alaihi wasallam tha, ju që u falët ose ju që su falët, nuk e foli profeti sallallahu alaihi wasallam. U kri veprimi, u kri. Normal më qelluari që ata që e falën namazin në kohën e vet, sepse parimet e përgjithshme të librit të Allahut subhanahu wa taala, parimet që i ka vendosur Allahu xhelel xhelalu, të paluhatshmet, ato janë baza. Vin ndonjë moment që mund vinë ndonjë urdhëres për shpejtësi. Edhe profeti sallallahu alaihi wasallam të di grupeve, edhe pse nuk kanë pajtueshmëri, këtë vendim, ato që u falën, profeti nuk u foli diçka kështu. Edhe ato që u falën Beni Qurayza pa kaloj namazin kështu. Kaloj, edhe pse që sprovë në përçarje, e mbylli profeti sallallahu alaihi wasallam. Pra, me edukatën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, me zemërbutësinë e tij, me qetësinë e tij, me parimet që edukoi Allahu subhanahu wa taala. Edhe muslimanët nuk fillon, ju që se falet u mbyll. Edhe ne valla kur ndodh ndaj sprovat e pjesë e kësaj dunjas. Ndodhi, s'ke pse që janë të pas 3 muaj, 4 muaj, po kështu hoxha, po ma bëni. O valla, u mbyll çështja. Het për tek Allahu xhelel xhelalu u garon punë të mira, mos u merr tash me të kaluarën. Pra ka ndodhur përçarjet, mirë po se si dalim ne prej përçarjeve. Allahu xhelel xhelalu ka thonë, nëse muslimanët bien ndesh mos pajtueshmëri, farudduhu ila Allahi rasuli. Kthejeni çështjen e kundërshtimeve dhe përçarjeve tek libri i Allahut dhe ke hadithit e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. O ulul amri minkum, dhe të parë, paria juaj. Edhe jepet zgjidhja. Po jo secili të bëhet kadi e mifti, o vëllezër, nuk kemi mifti lerë ne. Allah na bëft ftues, jo gjikac. Me u bë gjikac duhet punë e madhe. Nëse shikon dikush se e ka vetën, e ka arrit këtë gradë, për xhamatit, alhamdulillah, le të prini imam. Se normal gjikaci që ka arrit kështu, do të më prini imam një herë. Se gjikaci është gradë e lartë. Prandaj vëllezër, mos merrni me gjykimet. Gjykimet e rënda apo meseleve va tregojmë atyre që Allahu xhelel xhelalu ka mësuar kërkimin e diturisë, i ka dalë përsipër kësaj pune, edhe me mos u përzihen kur thot hoxha kështu, kaq. Me mbyll. Gone profeti sallallahu alaihi wasallam erdhi një fis Benu Temim tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Në prezencën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që Ebu Bekri, njeriu më i mirë pas pejgamberëve të Allahut xhelel xhelalu, atë që e ka përgëzuar profeti sallallahu alaihi wasallam me xhenet qish në dunja. Qish në dunja e ka marrë përgëzimin për xhenet. Edhe kur e mori përgëzimin për xhenet, dolo tu bret na për Mekën në Medinë, unë e kam fituar. Subhanallah. Edhe pse erdhi pejgamberit përgëzimi nga Allahu dhe nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, subhanallahu, kishte frikë. Thotë ndoshta profeti më ka dhënë këtë përgëzim nëse do jem këtu, po me rëshqit, po me deviju, nuk ka pas garanti që e kam fituar, se më tha pejgamberi subhanallahu, jo, më shumë i shtoi vullneti me bë vepra të mira Ebu Bekrit radhiyallahu anhu, në prezencën e Ebu Bekrit. Dhe të merit dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam erdhi kifis me mësu dinin e Allahut, me mësu fen e Allahut. Edhe në mesin e tyre pa ditë mençur. Ditë njerëz të zgjuar. Edhe Ebu Bekri radhiyallahu anhu e tha që unë e shikoj që i miri këtij fisi, pra këtij grupi që ka delegacionin tjetër, Al-Aqra ibn Habis. Dëshiroj që tjeti pari këtine, e miri këtine, Al-Aqra ibn Habis. Që mendimi e Ebu Bekrit. Umeri radhiyallahu anhu tha, unë e shikoj që tjetë Al-Qaqab një sahabi, një tjetër.
Kur e dhanë Umeri mendimin e vet, I tha Ebu Bekri, subhanallah, njëri më I dashur pas pejgamberit Allahut. Tha, ja Umar, ma aradta ila khilafi. O Umer, nuk doshte me këtë mendim ditë që dhe vetëm se me më kundërshtu mu. Pra, mendimin që e dhashur me mos e marrë në konsiderat. Edhe u ngritën zënat në prezencë profetit sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Pra ndodhen mos pa tuajshmëri. Subhanallah, derisa zbriti dhe ajeti kuranor, ja ju alladhina amanu la tuqaddimu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti nabi. O ju që keni besuar Allahun, mos e ngrini zërin tuaj mbi zërin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, duke qenë pejgamberi sallallahu. E ku ndodhi ke njerëz më të mirë, Ebu Bekri dhe Umeri. A fillon të uzon pastaj ato? E ku e shefte Umeri Ebu Bekrin si jepte mos selam? Atë ke dalti, subhanallah. Edhe sprov, edhe në këtë përçarje mësuan, përfituan, edhe u edukuan. Saqë Umeri dhe Allahu pas sa ngjarje, subhanallahu nuk folte, përderisa folte profeti sallallahu alaihi wasallam apo ngritë zërin pak, dhe thjesht me përcjell mesazhin tek I dërguar Allahu xhel xhelalu. Edhe au uzun me grushta, au shanë ofendun Ebu Bekri Umer, vallahi jo, mas shumë ti ushtu dashuria mes tyre. Në kohën e Umerit, me vërtetu këtë që po them, kohën e Umerit, erdhi një prej sahabëve. I tha, Omer, ti je ndër njerëzit më të mirë, më I mirë se Ebu Bekri. Ebu Bekri dhe Allahu pa të ndërru jetë. Allah qoftë I kënaqur për Ebu Bekrit. Allah na bashkoft me pejgamberin edhe me Ebu Bekrin, me sahabët kështu. Pa të ndërru jetë. Çfarë I tha? Faleminderit. Filloi të ofroj grusë, shiçi që më vlerësoi dikush. Subhanallah. Me lotën si, tha vallahi Umar ibn al-Khattab nuk jam një nat për netëve të Ebu Bekrit. Me që me lotën si Umeri, nuk është sa një nat e netëve të Ebu Bekrit. Jo më I mirë se sa Ebu Bekri. Pra patën përplasje, patën mos pajtueshmëri, ranë dakursi, edhe në fund, mbasi ndrojit Ebu Bekri I tha që dikush, je më I mirë. Tha vallahi Umeri nuk është sa një nat e netëve të Ebu Bekrit. Subhanallah. Kjo do të më qenë edukatë vëllezërve. Allahu këtë sure që lexuam innamal mu'minuna ikhwa, me të vërtet besimtarët janë vëllezër. Fa aslihu baina akhawaykum. Nëse ndodhin mos pajtueshmëri, përçarje, kështu pajtoni, rregulloni mes vëllezërve, jo përçani, e ftohni. Secili me bëni një fjalë marrën, jo vlla, me u afru. Na ka bëu Allahu vëllezër. Nëse po përçan vëllezërit e dunjas për interesat e tyre, s'bën ne përçan. Ne Allahu na ka bëu vëllezër. A ndodhin që këtë dunja për interesat dunjas ndahen vëllezërit e një barku? Po, dhe janë vra. Subhanallah. Dhe janë vra. Muslimanti janë vëllezër. Kush na ka titullu vëllezër? Allahu. Po vllau ka marrë hak nga hin hak. O vlla, nëse vllau s'ka arrit ta kuptoni që të ka bërë zullum, bëj sabër për Allahun. Ti je Habili është më mirë se me qenë Kabili. A është kështu ajo? Çfarë tha? Me fjalë me qenë I vrari është më mirë se sa me qenë vrasësi. Si I vrari është I pafajshëm. Habili, biri Ademit alayhis salam. Kabili vrasësi, do dalë para Allahut me gjak. Edhe çdo pik gjaku që derdhet në këtë dunja, një hisë të këtij gjaku e ka Kabili se I pare që derdhi gjak në dunja. Ti më vlla. Se shejtani mallkuar e kemi armik të përbetuar. Armisht e muslimanëve dhe njerëzimit janë të përbetuar. Dunjaja, epshet e saj janë të përbetuar me na devijuar, me na humb. Nëse ne pak u japim shkas, ato na sillen rreth e rrotull. Nëse je pak u japim rreshtit, vlla devijon. Prandaj profeti sallallahu alaihi wasallam në prezencën e tij ndodhi, as nuk tha o Ebu Bekri ç'm bën kështu as. I dha zgjidhje problemit, vendosi profeti sallallahu alaihi wasallam cili që më u bë mirë dhe u qetësu. Por kot thot profeti sallallahu alaihi wasallam la takhtalifu fa inna man kana qablakum ikhtalafu fa halaku. Mos u përçani mesin tuaj, sepse ato që ishin para jush, në Izrael, po I të më pashëm, u përçan dhe u shkatruan. U përçan fillimisht dhe u shkatruan. Ne nuk dëshirojmë shkatrim për musliman, dëshirojmë unitet, bashkëpunim për hajër. Pra thot profeti, u kundërshtuan, u përçan, pastaj e Allahu xhel xhelalu thot: "Wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum." Mos zihi mesin tuaj,
edhe të dështoni, edhe të largohet fuqia juaj. Të largohet uniteti juaj, bashkimi juaj. Prandaj na bëft Allahu prej atyre që bashkohemi, afrohemi, sepse me të vërtet bereqeti Allahu xhel xelalu është në unitet, në bashkëpunim. A jemi të gjithë njësoj? Jo. Pse ndodhin përçarjet ke musliman? Ka shumë arsye, por një ndër arsyet është sepse libri i Allahut dhe hadithet e profetit sallallahu alajhi wasallam dhe gjuha më e përzgjedhur që ka përzgjedhur Allahu për shpallin e tij, Kurani, është gjuha arabe. Është gjuha më e pasur në dunja, në botë. Edhe ajo ka hapësira që mundet ketë domethënie të ndryshme. Nëse dietarët bien në mos pajtueshmëri për një domethënie nga një ajet kuranor apo hadith profetik, pra hadithi përmban më shumë se sa një domethënie, gjithë je brenda. Je brenda ëmbrellës islamit. Nëse ju me fjalë dietarët ka rënë mos pajtueshmëri për shkak domethënieve të ajetit të Kuranit apo një shprehje apo një hadithi profetik, ti je, nëse secilin prej tyre merr ato që e përforton me argumente, je brenda. Pra një prej arsyeve që ndodhin është zgjerësi, me fjalë hapësira e librit të Allahut subhanahu wa taala, domethëniet e tij, edhe të hadithit të profetit sallallahu alaihi wasallam. Kurse një arsye tjetër është sepse jo të gjithë mendojmë njësoj, vëlla. Jo të gjithë kemi një mendje, një zgjuarsi. Po a kemi nevojë me bashkëpunu? Patjetër. Njëri mund të jetë kadi gjykatës, i plotson komponente. A mund të rrshqasë kadiu? Mund të gabojë, patjetër. A mund të t'ia qellon ai që nuk është as kadi as imam? Po, patjetër. Ka bë vaki në kohën e profetit sallallahu alaihi wasallam. Ka bë vaki në gjeneratat e mëparshme. Pra ne, edhe nëse gabon dikush prej atyre që i ka nderuar Allahu xhel xelalu me imam llok apo me kështu, nëse gabon, ka edukat se si sillmi me ato apo si t'ia përcjellë mesazhin. Tregohet për Hasani dhe Huseini, nipat e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e shikoi një plak që po merrte abdes, po s'dite me marr atë rregullat, cili me la përpara pregjimtyrëve. Plaku i vjetër i thinjëm, hajtë është të thosh, o xhaxha, o gjysh, s'din me marr abdes. Ta fut një shpull, atë një fjerti si fëmijës, nuk s'ka llogari fare, të vish ti ta të mësojsh mu. E panë se i vjetër, kishin frikë se mos i keq kupton, tha, o gjysh, o xhaxha. Vëllai im pretendon se merr abdes më mirë se sa unë. Unë pretendoj se marr abdes më mirë se sa ai. A na gjikon ti? Fillon të ditë marr abdes, secili merr abdes si vllau i vet. Vëllezër Hasani dhe Huseini. Sa mbaroi abdesin qetësi tu marr avash avash, çfarë tha gjyshi? Tha mashallah, të di kemë marr abdes, unë s'di me marr abdes, tash të jemcova. Dolën për situate, zgjidhja u dha me sjellje të mirë, kështu. Për këtë thot Allah, wa qulu lin nasi husna. Thoni njerëzve fjalë të mira. Se fjala mirë hap kabull, ka kabull në zemër. Për këtë thot profeti sallallahu alajhi wasallam, nuk ka ashpërsia në një çështje vetëm se e ka ashpërsuar çështja, atë problem. Nuk ka butësia vetëm se e ka zbut. Prandaj të ftojmë tek rruga e Allahut, të këshillojmë në rrugën e Allahut, për Allahun me butësi, me fjalë të mira. Në kohën e profetit sallallahu alajhi wasallam kanë pas, siç përmenda, sprova dhe sprova të mëdha. Jo sprova një meselje që mund zimin ne si vëllezër apo hoxha me hoxhën, a xhamat lit me xhamatli. Sprova të mëdha madhështore që ka të lidhje me drejtimin e muslimanëve. Në kohën ku ndroi profeti sallallahu alaihi wasallam, sahabët u tubuan se cili të zgjidhet khalife për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, pa drejtuesi muslimanëve. Edhe filluan ensarët, Sa'd ibn Ubaden, Allahu që i kënaqur prej tij, ju bashkangjitën rreth tij. Ensarët, ato që i pritën Mekasit në hijret. Ebu Bekri dhe Umeri, duke që hallnin varrosin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, subhanallah, duke akoma pa u varros profeti sallallahu alaihi wasallam, filluan përçarjet, sprovat. Edhe vjen një nga ensarët, thot, o Ebu Bekër, o Umer, ju jeni tu diskutu për një çështje, e ensarët atje u tubuan se ku do ta drejtonë vendin. Sprove madhe. Trupi i pejgamberit akoma pa u varros. Atëherë si thot Umeri radhiyallahu anhu, hayya bina ya Abu Bekr, heto Ebu Bekër, shkojmë që ta qetojmë fitnën për çarjen. Shkoi Ebu Bekri me Umeri radhiyallahu anhu. Kur i pa ansarët ishin lidh rreth Sa'd ibn Ubedit me e bë ato të parin. Një çku me Umeri me drejtinë e tij që ka pas, do të më shpërthi.
E kush jeni ju, çfarë po bëni, ne çfarë sprove kemi e ju me çfarë merri, sprove madhe. Doshta Umej me shpërthi, Ebu Bekri tha, Umer, avash, mos shpërthe, se shpërthimi do sjellë shpërthim, a është këtë normale? Shpërthimi do sjellë shpërthim, o Umer, avash. Edhe hini Ebu Bekri radiallahu anhu me qetësi, tha, për çfarë po jeni tu bu? Edhe tha me zgjedh të parin tonë, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ndrojin. Edhe kishin dhe për krahas mes tyre. Pastaj filluan të fol. Sahabët subhanallahu gjenerata më e mirë. Tha ne do zgjedhim prej ensarve sepse ne ju pritëm ju. Ju përkrahëm ju ndihmuam ju. U bën vëllezër me ju, a gjon pra ne jemi më parimor që ta drejtojmë tash. Subhanallahu, sprove madhe, ha? Duke sa ndrejt pejgamberi sallallahu alaihi wasallam fillon sprova madhështore, këto janë sprova subhanallahu. Se dëbite gajla dhe derti këtë muslimanëve mbi supet e disa personave që të zgjidheshin. Edhe filluan tu fol. Atëherë u ngrit Umej radiallahu anhu. Dhe ata këshilla qeta e mbajti veten, sepse bëjr. E tha, Ubeju o ja Ebu Bekr. E pastaj me këshilla me fjalë e ti zbon kush nga dole ti, nuk i përmendi këto fjalë Umeri. Edhe pse nëse do t'i përdorte me hak, radiallahu anhu. Çfarë tha? U ngrit tha, Ubeju o ja Ebu Bekr. Ta jap besatimin e Ebu Bekr që ti je halifja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Atë subhanallahu kur e pan që Ebu Bekri i dha besatimin Umeri ja dha besatimin e Ebu Bekrit radiallahu anhu, se ato gjithmonë kanë qenë shoqëruesit e pejgamberit sallallahu Ebu Bekri dhe Umeri. Erdhi pejgamberi, erdhi Ebu Bekri dhe Umeri. Shkoi pejgamberi, shkoi Ebu Bekri dhe Umeri gjithë. Kur u ngritën tha që këto më të dashur, shoqëruesit më tepër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ki i dha besatimin këtij, rap direkt pushë fitnia. Atë u ngritën dhe ensarët derisa kanë qenë tu e shkel me këmbë Saad ibn Ubayd radiallahu anhu. Për tyre. Ku ngritën gjithë ja dha besatimin Ebu Bekrit që ti je halife pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pushë fitnia. Po ensarët që patë planifikuar ta bëjnë halife Saad ibn Ubaydën, po ata u ngritën edhe kanë qenë të shkel me këmbë Saadin nga hujumi dhe besatu Ebu Bekrit. Pra, fitnia u shua, drejtimi u mor, u zgjedh njeriu i duhur në qetësi pa përplasje. Prandaj muslimanët i kanë ato komponente dhe arsye që mund t'u japin zgjidhje çdo problemi me librin e Allahut dhe me sinet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, apo me ixhmat muslimanëve. Ka zgjidhje vëlla. Po nëse secili bëhet kadi, e gjikac, e imam, e hoxh, vallahi dhe të arrijnë ajo që tha profeti sallallahu alaihi wasallam, mos u përçani se ato që ishin para jush u përçanë dhe humbën. U përçanë dhe humbën. Prandaj Allahu na bëf që të kthehemi ke libri i Allahut dhe ke sineti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kjo që një prej sprovave që ndodhen kohën e sahabëve dhe u sheshua sprova dhe ju dha zgjidhja. Po në kohën e Ebu Bekrit radiallahu anhu, që fitnia që ndodhen me vdekjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, safiset arabe lanë islamin. Ato që prapë rishin islam, mohuan zekatin. Kështillit të islamit. Ebu Bekri radiallahu anhu, edhe pse dihet me fjalë çfarë dhimbshurie, çfarë zemërbusie ka pas Ebu Bekri radiallahu anhu, kritiqet kështu. Tha subhanallahu, vallahi do ta luftoj ato që bën diferencë mes namazit dhe zekatit. U ngrit Umeri, shoku i më i ngushtë, o halife e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Si do të vrasish kur njerëzit ka thonë la ilaha illallah? Ato kanë thonë la ilaha illallah, kanë hinë islam, e falin namazin, kanë mohu zekatin. Çfarë tha? Wallahi Ebu Bekri, i buti, i dhimbshuri, bëi fjalë për dinin e Allahut atë. S'kishte luhatje për veten e vet apo për interesin e vet. Bëi fjalë për dinin e Allahut, edhe thot, wallahi nuk do të paksohet feja duke qenë gjallë. Nuk do të bien shartet e islamit duke qenë gjallë. Ayun qasul din wa ana hayy. At paksohet feja. Ti bien shartet e kësaj feje duke qenë gjallë, nuk e pranoj. Tha Umar, do t'i luftoj derisa nëse do të ndalojnë një kërpesh, një kapistor, asi thoni me fjalë deves, do t'i luftoj derisa ta japin atë.
Umeri që e kundërshtoi, a do t'i vrasësh me ato, do t'i luftosh mbasi ato ka thonë la ilaha illallah? Thot Umeri, sa mori këtë vendim, ma qetësoi Allahu zemrën mu se me të vërtet haku që me Abu Bekrin. Edhe u bashkuan musliman. U bashkuan musliman, edhe u qetësua, u bashkuan krip bashk, edhe me të vërtet ato fise që u larguan prej islamit, ku me këshilla, ku me forcë, u rikthien, ato që ndaluan zeqatin, patën një keq kuptim, se thanë profeti ja kena dorëzuar zeqatin, pra ato. Tash ti ka ndrujet profeti, kujt me ja dhon? Nga një keq kuptim i ajetit në surën Tobe. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alehim. Merr prej tyre sadakan. Ti pastrojsh dhe falva namazin. Inna salataka sakanu lahum, me të vërtet namazit ti kur va fal, o qetësi për ta prehë për ta. Edhe thot pejgamberi ka ndrujet një keq kuptim, si kujt ja hapi, nuk është më pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe me këtë arsye tim heqën dorë prej kështu, ose sprova më e madhe që ura muslimanëve, subhanallahu. Më e madhja që nuk ka sprovë më të madhe për musliman. Allahu na bëft për atë që me të vërtetë ndjejnë vdekje pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Por këtë thot, nëse do kujt prej jush i bie në ai sprovë, prej sprovave të dunjas, e kujtoni sprovën time, pra largimin tim nga kjo dunja, se për më të vërtet, ku ka ndrujet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, çdo sprovë që mund ta bine në këtë dunja është më e lehtë. I dashuri i Allahut, atij që Allahu ja besoi Kur'anin, atij që ja zbriti me lekun Xhebrail, u largon nga kjo dunja. Prandaj çdo njeri prej nesh kur i bie kjo sprovë, e kujton ndrimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, vallahi çdo sprovë sa do më e madh me qenë, i lecohet. Kur ndrihet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, u filloi të përhapet lajmi Medine. Umeri radhiyallahu anhu sa e mori vesh lajmi që u përhap, mori shpatën, e nxori prej kllëfit, edhe doli në rrugë Medinës. Edhe tha: kush thot që Muhamedi alayhi salam ka vdek, do ta godas me këtë shpatë, do ta vras, do ta mbys. Muhamedi thot nuk ka vdek, por ka shkuar në takimin me Allahun. U bo fitnë e madhe në Medine, mërzi, lot, piklim. Lajmi sa vinte për hapej, e Umeri për rrugë Medines me shpatë. Kush thot që Muhamedi ka ndru jetë, do ta godas, do ta vras. Ka shku me taku Zotin si ku ka shku Musaj. Sprov, kjo është sprov, kjo musliman. Sprov. Atëherë subhanallahu Abu Bekrin kur vjen lajmi, vjen me vonesë, edhe vjen Abu Bekri radhiyallahu anhu. E shef Umerin rrugë Medinës duke u thjellë, e njerëzit duke u tubu nga sprova e madhe. Sallallahu alaihi wasallam. Vjen Abu Bekri edhe shikon Umerin pasëruar me lot. Edhe thot: Ejuhel halif ala rislike. O ti që betohesh, avash avash. Kaq fjali ka thonë Abu Bekri, Umeir. Ejuhel halif ala rislike. O ti që betohesh, kush ka vdik? Wallahi kushto që ka vdik Muhamedi alayhis salam. Tha ejuhel halif, o ti që betohesh, avash avash. Që thot? Merë fjallën e Abu Bekri radhiyallahu anhu edhe thot: Men kane ya'bud Muhammed fa inna Muhammeden qad mat. Wa men kane ya'bud Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Me kaq pak shprehje, këtë provën më të madhe që ura muslimanëve që se Abu Bekri radhiyallahu anhu. Kush ka adhuru Muhammedin deri sot, Muhamedi sot ka ndrojit. Sallallahu alaihi wasallam. E kush ka adhuru Allahun, Allahu është i gjallë i përjetshëm dhe kur nuk vdes. Edhe lexon ajetin: Innaka mayitun wa innahum lamayitun. O Muhammed, ti do të vdesësh, edhe ato do të vdesin. Ajetin kuranor. Edhe ajetin tjetër: O ma Muhammedin illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Me të vërtetë Muhamedi nuk është tjetër vetëm se një pejgamber, sikur ka qenë pejgamber të Allahut para. E fe imata wa qutila anqalabtum ala aqabikum. Nësa i ndron jetë sallallahu alaihi wasallam, edhe vdes apo vite, a do ta lini ju dinin e Allahut? E sinetin e tij, thotë Abu Bekri radhiyallahu anhu. Thot Umer radhiyallahu anhu, sikur unë si kisha ndju kur këto ajetet librit të Allahut, pas provës madhe. Dhe pse Umer radhiyallahu anhu dhe Abu Bekri kanë qenë hafizat Kuranit, komentues, kuptues të librit të Allahut subhanallahu duke i përjetuar shpalljet. Saqë Allahu xhel xhelalu për drejtësisë që ka pas Umeri radhiyallahu anhu, Allahu e përforconte mendimet e Umerit me ajete kuranore, mendimet e Umerit me ajete kuranore, ajetin e hijabit. Kur u mërzit që, oj, dërgumi Allahut, urdhroi gratë mbulohen se si shikojnë nonët e besimtarëve kështu t'jenë.
Shprehu atë brengën që kishte për hijabin, zbriti ajeti Kuranit. Ja ju nebi kulli azwajika wa banati pejgamber thu grave tuaja, bijave tuaja dhe grave muslimanëve veshën. E për krahu Allahu xhelalu Umerin si po shtaqieve. Aq i drejt ka qenë Umeri radhiyallahu anhu. Edhe në fund subhanallahu sa i tha këtë, thot subhanallahu sikur këto di ajeti Kuranit kur nuk i kisha dëgjuar. Edhe u qetësoi Umeri radhiyallahu anhu. Pra, ka pas përplasje, ka pas mos pajtueshmëri, mirë po libri i Allahut është zgjidhja. Një ajet Kurani që lexoi Ebu Bekri radhiyallahu anhu e qetësoi Umerin, edhe mos kishte qenë qetësimi, me të vërtetë do të ishte dhir gjaku rrugët e Medinës. Mbasi u bë pris Umeri radhiyallahu anhu për këtë ngjarje, e transmeton Ibn Mesudi, Allahu që të kënaqë për ti, Ibn Abasi, Allahu që të kënaqë për ti. Thotë o Ibn Abbas, atë kujtohet sprova që dolën rrugë Medinës me shpatë, që se pranosha, kisha frikë se jenë lajmet e munafikëve që përhapshin lajme, treme, me fut panik në zemrat e muslimane. Kisha frikë që lajme i për vdekjen e pejgamberit o të lajm jo i drejt, i rrejshëm që përhapet paniku në zemrat e muslimanëve dhe tundohet bashkësia islame. Po këtë edhe thot një ajet që e kam nga libri i Allahut subhanahu wa taala që më kujtohet. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول شهيدا عليكم. Ajetin e surës Bakare. Që thotë kështu ne ju kena bërë umet mesatar, që t'jeni dëshmitar për njerëzit dhe t'jeni pejgamberi dëshmitar për ju. Thotë kam komentuar këtë ajet Kurani që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam do të jetonte gjatë në këtë dynja derisa të dëshmonte për veprat tona para Allahut. E kam pas interpretuar këtë ajet Kurani dhe për këtë kur tha që ka ndruajë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk e besosha. Sa që dhe ajeti Kuranit me fjali ajeti që thonë inne keme jitu, inne hum le me jitun, kishte dal nga mendja Umerit radhiyallahu anhu, edhe pse ka qenë që ka përjetuar shpallën dhe ka mësuar librin e Allahut, çdo ajet që zbrit te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, subhanallahu, edhe ja shpjegon pak a shumë arsyeën se pse dola me këtë. Kështu kanë qenë gjeneratat që jetuan dhe u edukuan nga dora e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kështu kanë qenë gjeneratat e sahabëve. Edhe gjeneratet e tabiinëve, edhe pse kanë pas përçarje kështu, kanë pas u takoshin, u bashkoshin. Tregohet për Imam Shafiun, Allahu qoftë i kënaqur prej tij, me Yunus as-Sarfi, me një prej bashkohorëve të tij dietar, bëj dialog për një mesele. Secili jep argumentet e veta, edhe në fund mërzitet Yunusi. Allahu qoftë i kënaqur, Allahu më shëroft. U ndan, si më thonë, me inat. Se secili insistonte me mendimin e vet, duke e përkrahur me argumente. Kalon Imam Shafiu, Allahu qoftë i kënaqur, Allahu i mëshiroft, imam lart e dinit Allah subhanahu wa taala, që e trashëgon këtë fe edhe për tillën anë e ban botës. E pa Yunusin që i kthente shpinën. Edhe ne sot vallai ja kthejmë shpinën ka njëri tjetrit. Luma që e hedh hapin i pari të pajtueshmërisë, dhoni selamit, jo me kthi shpinën, me deviju në rrugën mos e shoh vllahun. Subhanallahu. Vllahun ton që të ka thujt Allahu vlla, mundosh ti largohesh? Ku shkon? Do të hikesh për vllahun, do shkosh kenaj që sosh vlla. Do shprehësh dashuri dhe afrimitet ke ai që sosh vlla, e vllahun ton i largohesh? Subhanallahu. E shikon Imam Shafiu Yunusin rrugës. E ne shkon në vasha ka përdore. Thotë Yunus, kundërshtimi jonë në një mesele nuk na nxjerr për vllazillëkut. Ne ja kap dorën këtë qetësi, edhe pse Imam Shafiu dihet se çfarë kolosi ka qenë. Normal nuk mposhte me argumente. Edhe thot, nuk kam bërë dialog me dietar vetëm se më ka ndihmuar Allahu mbi ta. Nuk kam bërë ndonjëherë dialog me ato që s'kan dije vetëm se jam dërzu. S'ka. Është dërzu që mos bëne fitnë, mos bëne përçarje, pra e ka pranuar këtë thjesht. Edhe për këtë thot, o Yunus, mos pajtueshmëria e jonë në një mesele nuk na bën ne që mos jemi vëllezër, ja kap dorën. E thot Yunusi, vallahi ka qenë Imam Shafiu njëri i mençur, inteligjent. Allahu na bëft për atyre që nëse kemi mos pajtueshmëri në mesele apo gjërat kësa, mesele dinit, se dunjas do të më dhon përparësi, mo dunjas do të më na prish vllazëllëkun. Por Allahun ta afrohemi. Allahu thot në Kur'an: "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan." Bashkëpunoni për punë të mira dhe devotshmëri. Dhe mos wala ta'awanu 'alal birri wat taqwa, la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan, dhe mos bashkëpunoni në gjinahe dhe në armiqësi.
Wattaqullah, friksojeni Allahut, në Allah shedidul iqab. Me të vërtet, nëse nuk bashkëpunojmë për veprat mira dhe në devotshmëri, por bashkëpunojmë për gjinahe dhe armiqësi, do të më fiksu Allahu se Allahu është i ashpër në dëshkim. Elus Allahun xhel xhelaluhu na bëj për atyre që kapën prej Kuranit dhe Sinetit. Elus Allahun xhel xhelaluhu ta përmirësoj gjendjen e imanit ton. Elus Allahun xhel xhelaluhu ta udhëzoj ne, të udhëzoj pasardhësit ton e pasardhësit e gjithë muslimanëve. Elus Allahun xhel xhelaluhu çdo pikgjaku që derdhet këtë qend tek fëmijët e muslimanëve. Elus Allahun xhel xhelaluhu ta bëj për arsyeve të rikthimit hakut, të rikthimit ligjit Zotit në këtë tokë dhe drejtësisë. Aqulu ma tasma'un wastaghfirullaha al-azim li wa lakum. E thon fjalën time që ju bëndjoni, kërkoj falë Allahut për mua dhe për ju dhe për gjithë muslimanët dhe muslimanat. Allahu është përbleth në xhenetin e Firdaus.